ma motorësh nuk dukej. Kështu që Po dridha. po filloj të shqetësohem unë tash. Po dridha. Jo më që po dridhesh. Po kishte marrë malli të shihja njerëz. Di. Përveç atyre të shtëpisë. Po pra, ato po thoj, ato aty brenda nuk të duken më si njerëz, besoj. Ja se një. Kush është ai që ose ajo që të erdhi pak keq që po e lija aty brenda, apo? Dgjoj, unë pata një bisedë mbrëmë sikur ta dija që diçka do ndodhte. Po, edhe po thoja që nga banorët që unë kam gjetur aty në fillim, edhe nëse dal jashtë kam thënë, nuk do ruaj as konsiderat dhe as raport me asnjërin për jush. Ndërsa me banorët që kanë hyrë më brapa, kam pasur një raport shumë më të mirë, le të themi, edhe mendoj që edhe kur dalin jashtë do i pres krahapur. Okej, kjo është gjë e mirë. Monika, Ina hyri luftarake, ka patur gjithmonë ato momentet e saj. Ina hyri me shpat në dorë, po pastaj mbasi iku Kesi i ra shpata. Kështu që me thënë të drejtën unë mbajta shpatën në Monika dhe ca kohë dhe ti e pek, ti gjë? Po, dgjoj, aty është goxha e vështirë. Po, do kem besoj momente. Kishte lehtë bënin gjithë, do kem momente për ta shpjeguar gjithë këtë. E para ju kërkoj shumë ndjes për zërin. Nejse atje bërtet aq i zakonisht shumë ty, kështu që me gjitha të bërtitme normal që do t'iki zëri. Po cili është sekreti, Monika, që ti bërtet, po nuk t'i ikën zëri asnjëherë? Stërvitja, vlla. Okej. Mitingjet. To s'kam bo mitingje, vlla, to kam bo vetëm emisione. Bëj mitingje, shefti i rregullohet zëri pastaj. Marr vesh. Ina, po të fton të merresh me politikë. Masi e la shumë? E shikon ndonjëherë? Si karriera apo jo? Karrierën politike jo, me të drejtë, kam shënimet e tjera. Tani që je jashtë shtëpisë, cilët janë qëllimet? Qëllimet janë shumë, të shohim alternativat njerë dhe do i zgjedhim. Po të shoh. Sigurisht për sa i përket gjithmonë karrierës, sepse është vetëm gjë që më mungon për momentin për të më plotësuar si njeri. Jam kurioz. Është folur shumë, do e zbulosh edhe ti në rrjetet sociale, sikur Marko kishte një simpati për ty, një lloj pëlqimi, po dhe ti një çik për atë. Ka baza apo është thjesht perceptimi? Jo, totalisht e pa bazë. Unë Markon edhe banorët e tjerë i kam mirëpritur krahapur. Janë ndjem shumë të mirë. Po mbase nga kjo fillon, pra nga fakti që ti në pret krahapur. Sigurisht, kanë sjellë një energji shumë pozitive në atë shtëpi. Madje pak minuta përpara takova të ëmën e Markos, edhe më përgëzoi, edhe më tha shumë suksese. Kështu që nuk ka. Prap s'po dëgjoj motorra unë, nuk e di çfarë po ndodh sot. Pa merak se Kesi ka ardhur, fola në telefon nga produksioni, po është duke mpritur. Do ketë ardhur me monopat sot o Arbër. Nuk ka trafik natën, kështu që raporti me Markon nuk ka asnjë. Shkurtimisht, sinqerisht, shumë misor, djalë shumë i mirë, energji pozitive në shtëpi, edhe një super talent. Okej. Po ku i gjetë telefonin ti? Produksioni. Produksioni. Telefonata e parë ka qenë nga Kesi, edhe është këtu tani. Ishte bloku publicitar 20 minuta, pati mundësi të... Harrova. Jo vetëm të fliste në telefon, të bënte edhe kështu... Si bëjnë këto të rinjë sot që e mbajnë kështu atë? Si bëndi Ledion sikur ti je shumë i vjetër. FaceTime. Me gjithë respektin o Ina, po... I vjetër jam o vjetër. Ai është demode në teknologji. Jam demode në rinim time. Arbër, hëmo, të shoh të tërhequr, të mbështetur në karrige, nuk të shoh. Arbër nuk çka ka Arbër. Nuk e di çka. Kam përshtypjen se ditën kur more atë surprizën që u bë me motorra, ishte surprizë e bukur, mendoj që ti more maksimumin, fitove një njeri. Shumë e vërtet. Dhe humbe komplet lojën. Dhe kam përshtypjen se atë ditë që pas surprizës, ti... U zbuta shumë, sikur u ndave me lojën edhe unë thash okej, dakord, kurse kur pash të televotim kësa radhe, kisha ndjesin që mund të dilje dhe shqyqy që dole se kot po rrije. Unë jam shumë e lumtur Arbër që kam dalë, sepse mendoj se qëndrimin tim aty brenda e kam përmbyllur më së miri. Kam gjetur një djalë që e kam edhe këtu jashtë, e kam shpjeguar edhe aty brenda. Edhe për mua kjo ka shumë rëndësi. U përpoqa gjatë qëndrimit tim vetëm aty, pa Kesin, të tregoja acan të mia që në fillim nuk pata mundësi të tregoja dhe uroj t'ja kem dalë, edhe për mua kjo është më e rëndësishme se e gjithë loja, dhe me thënë të drejtën më kishte marrë aq shumë madhe të digja, sa aty nuk ta merr mendja. Çfarë do bësh tani që dole? Çfarë do bësh? Ku do ikësh? Do takoj direkt mamin. Sa qenë. Po vdes ta takoj. Nuk ka ditë që nuk e ka menduar aty brenda. Do bëj një pyetje. Kush e fiton Bigun? Urdhra?
kush e fiton bigun? Ta fitoj kush të doj. Ta fitoj kush doj. Po, se di. Po një pra... Mund ta fitoj edhe një banor që mund... Nga ato që janë brenda po flasim. Nuk e di. Ka që nati ke, po e fotur e bjeve një fitusit. Nuk prononcohem. O, Ina, qa lexon ky tatuazhi, whatever që... Do të tha, shpjegoj një moment tjetër. Po me se lexojmë ne, whatever, thot? Nuk e lexon do të gjithë. Po pse shkon shumë poshtë, Whatever you are... Jo. Është whatever you are, be a good one. Whatever you are? Be a good one. Be a good one. Ja, me thënë, çfarë do gjë që ti të bësh në jetë, dhe çfarë do gjë që të zgjedhësh, bëje dhe tregon anën tënde më të mirë. Sa thellë shkon ajo one, se deri... Varet sa i gatshëm jeta kuptosh. Jo, nuk jam fare i gatshëm. Kështu ti, okej, sim tash ç'është mua bet dashje ti. Oledian. Tu na japi emrin e Oledian. Unë kam treguar bindjet e mia që i kam shumë të forta. Çai ke të forta? Bindjet, po të forta. Prandaj do të fuste Monika në politik. Thuaj emrin se i shkruaj unë. Thuaj një emër, se do ngeli arbrit e fiksim. Nuk kam asnjë emër. Vetëm një gjë ke bërë të mirë ti, Ina, për të pastru, për të majtë edhe për gatuar, po gatuan të shave. Aty është në rregull. E vlerësoj, virtyt është edhe kjo. Si, shkryesori me? Sigurisht. Nuk të merr burri, Monika, po nuk ditë me lajme. Nuk duhet diploma, po s'ditë me bu punë shtëpie. Pastaj lesha mësime, tu merresha me punë të shtëpisë. Po do, çam duhem punë të shtëpisë me pa diplomë, nuk gjesha karriera asnjëherë. Po, Ina, po realisht nga të gjithë ata aty brenda, ke të pamundur të gjesh qoftë edhe një, shikoj pak aty. Pra, një që le themi po edhe po fitoi s'prish në punë, po themi kot. Një duhet ta gjesh, meqense ja Marko, për Markon s'fol. Në sytë e mi nuk është asnjëri fitues. Asnjëri nuk është. Po njëri do fitojnë ato ose? Po le ta fitojmë. Po me. Ka inat, ai ka inat madh. Jo, unë nuk mbaj inat brenda vetes, këtë gjën e kam treguar. Mos mbaj inat. Ti s'mbani inat. U mbani inat, ë? Ina? Si mendonte Monika, mbaj apo s'mbaj? Edhe nga televizori dilte inati. Inat. Ti e qitë Stelinën për jashtë, qitë edhe Kesin për jashtë. E si mretresh aty mrena. Bravo, Ina, faleminderit shumë që ishe në Big tani. Mas nesër do kesh aq shumë intervista sa do thuash gjëre gjatë, çdo lloj gjëre që të kanë ndodhur. Ju kërkoj ndjes, po jam realisht shumë emocionuar. Domethënë, sa pash njerëz aty jashtë, nuk e besoja dot. Po të lë të tensionohesh një çik tek lokaria transparente aty. Okej, atëherë. Jemi gati tani